As i emër rrugësh nuk ke këtu, ke emrat e rrugëve këtu, lloj Jean d'Arc, Don Bosco, Torsedorët e gjitha, as ke rrugë tamon me emër, tamon njeriu që ose i shesh, shqiptar që ka dhënë. Do më që ka dhënë, por po i ndriçar pra, po jo. Se s'është për shembull si pëlqen sistemi që themelun partia komunizme, Mugosha me Popovicin, ku sheqen ato. Ata themelun. Se vazhdon është po te zjati asaj si çka. I shërbejnë, po i shërbejnë. Edhe sot po një gjë. Venet e vogla po. Venet e vogla i shërbejnë të në të mëdha, po marrëveshja që bon me Stalinin, Churchill e Ramsfeldin vazhdon. 100 vjet i Shqipërinë e ka lënë sllave, domethënë serbë. Ti shit kush qeveris. I 100 vjet kush qeveris. Si ka marrë... Qeveris vetëm nga jugu e poshtë, 100 vjetë. Asnjë. Është interesant. Nuk është një Tiranës kryeministër, nuk është një Durrësak kryeministër, nuk është një Shkodron kryeministër, asnjë. Po i 100 vjetë. Kombine e poshtë. I 100 vjetë më asnjë lloj majko, metashe, bufashe, gërnetashe, kotë gjithë, meksashe gjithë, asnjë. Tiranë thoshte nona ime me pas që është lindërit nga Durrësi. I thoshe ku janë Durrësakët me ku janë kryetar bashkie, vend Gjushdakë, thotë. Nga është ky vend Gjushdakë me pas paske Durrësak aty. Kush është ky vend Gjushdakë ç'është? E boni Durrësin ç'si o bo. I ka hik emri Durrësi jo vetëm i vetmi qytet në Shqipëri që është nga koha e romakëve, që kanë fitahatit. E kanë humbë, e shkatruan. Vend Gjushdakët pra këto njerëzit e tyre. Gjithë e bëjnë qëllimisht me Durrësi hasie ka pas lloj Qeriako Mihalesh, Rita Markosh e Gjonesh, një Durrësak tamam që qeverisi ja, pse s'paske Durrësak ose i Tiranës, ma merrti katunarën nga tërpani me vej kryetar bashkien mes Tiranës, pse 24 vjeç pa pasi punë, e nderi ka pas me sa dush, e gjithë i poshtë diktatorët gjitha, por njerëzit i mirë të punës, Haridin Çeliku nuk pas kombinat metalurgji, nga atje boni ministri, ishin njerëz të punës mërdaj. Ose ajo tjetër që thonë të Lega Çuko ishte boni 64 kujtar grup projektore, morë atje ngrejti, ashtë ishte punës, jo kapti 24-5 vjeçë në ngrehetën kryet vendit ku shjeti pa eksperiencë, pa familje, pa gjë, ose ky tjetri 16 vjet. Po 16 vjet ku shjet ti mërzëtnia nëse ku yll ball, plus si ti nuk ke familje. Nuk është se je familje, kush se ça. Ja, pse reflekton si brenda familje. Po kush je ti ti je shembulli për atë. Kryeministri është shembull, gjithmonë kështu kanë janë zgjatur në Shqipëri. Pse? Se i don serbi, si don vetë. I bë marrëveshje si mas me vllajën e vet atje ky tjetër ose në ato tjerët, gjithë me radhë, kështu kanë qenë. Si u bën 97. Po kush ka qenë drejtuesi më Çu po bën 97 më i mirë për Shqipërinë? Frak çupët me këto. Kush ka qenë drejtuesi më i mirë? Gjithë këto ngritën atë në Vlorë atje. Sa gishë ngritën në Vlorë. Kush këto pra Frak çupët, Nikol Lehsat me gazetat e me këto frangët që janë këto e bon kështu. Po pse se ngreti 1 muaj përpara, 2 muaj përpara, kur u themelun këta firmat. Shiko, me firmat jemi kundër, s'kan bëj lëvizje dalë. E lën që të mushët, shkoj populli, më thoshe në mua fare këtu. Një mikesha ime ishte shoqe me